Të nderuar teleshikues të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në emisionin e përjavshëm Besimi Krishterë Orthodoks. Tema që do të trajtojmë sot titullohet Pse njerëzit thonë jemi ateist. Fatkeqësisht sot ka njerëz që deklarojnë me burje ateist, madje është një lloj lëvizje uok që do të thonë njerëzit e ndriçuar, njerëzit e iluminuar, njerëzit të cilët pretendojnë se shohin më shumë se të tjerët, të cilët janë në ignorancë sipas tyre që besojnë në ekzistencën e një krijuesi. Kurse këta njerëz të ndriçuar kanë arritur të kuptojnë se nuk ekziston një krijues. Gjithçka ekziston nga vetvetja. Por pavarësisht se këta shfaqen si avangardë, pra njerëzit e kohës së re, si ateist që deklarohen, janë të vjetër si koncept. Ateist vjen nga greqishtja që do thot kundër Perëndis ose i ri kundra Perëndis. Pra theosis është Perëndia dhe kundër Perëndis do thot ai që është ateist. Ata thonë se nuk besojnë tek Perëndia, pra ateistët, se nuk kanë argumente dhe fakte shkencore që e konfirmojnë ekzistencën e një Zoti. Kështu ata duhet të justifikojnë ndërgjegjen e tyre që i thot dhe i flet brenda vetes tyre si çdo qenie njerëzore se ekziston një krijues. Madje, jo vetëm kaq, që ata duan të heqin dorë vetë me autosuggestion se nuk ekziston një krijues, por ata i shikojnë dhe teistët, besimtarët, si njerëz prapambetur dhe fen si opium për popujt, ashtu siç e deklaroi materialisti dhe ateisti Karl Marx. Ateistët dhe pse u shfaqën në shekullin 19, kur u shfaq teoria utopiste e evolucionit, që hodhi poshtë idenë teiste të krijimit nga një krijues, por të një evolucioni dhe njeriu jo të krijuar drejt për drejt nga krijuesi, nga Zoti Perëndi, por sipas një evolucioni nga kafshët dhe nga majmuni, dhe u shfaq rryma e ateizmit. Por edhe pse duan të shfaqen si përparimtar shkencor, si njerëz pra që mbështeten te shkenca, ata janë shumë të vjetër si ideologji, madje që nga koha e lashësisë. Duhet dim se në Greqinë e lashtë fjala ateist përdori për përshkruar 3 grupe njerëzish, ata që ishin të paperëndishëm ose të papërshpirtshëm, që nuk besonin në ekzistencën e shpirtit, ata që ishin pa ndihmë e mbinatyrshme, dhe ata që nuk pranonin idenë e krijimit nga Perëndia ose perëndit, siç besonin dhe grekët e lashtë lidhe me perëndit e Olimpit. Ideja se bota nuk është krijuar nga Perëndia ose perëndit, por nga vetë materia, nuk e hodhën ateistët e shekullit 19 dhe ateistët e sotëm. Po është një teori shumë e vjetër e konstrumuar që në shekullin e 5 para Krishtit. I pari ka qenë filozofi Talesi në Greqi në vitet 585 para Krishtit. Talesi ishte kundër idesë së krijimit nga perëndit, ashtu si besonin teistët grek. Sipas tij, realiteti përbëhet nga një substancë ose esencë e vetmja bazë për cilën është krijuar gjithçka në kozmos. Ai besonte se substanca fillestare ishte uji, që mendohej se përmbante shkakun e lëvizjes dhe ndryshimit si rrjedhoi dhe të vetë jetës. Prandaj dhe ideja ateiste se materia është shkaku i jetës dhe jo Perëndia, nuk është një ide e re që na u shfaq në teoritë ateiste materialiste të shekullit të 19, por është një ide filozofike e vjetër e huazuar dhe as pak shkencore. Duke mos u ndaluar në faktet shkencore, ateistët kërkojnë të vërtetojnë pra gjoja në thojza me argumente shkencore se nuk ekziston një krijues, kur ndodhe kundërta që nëpërmjet fakteve shkencore dhe dëshmive të shkencëtarëve, ata pojnë ekzistencën e një krijuesi. Mendoj se gjithë ne e njohim shkencëtarin e madh të shekullit të kaluar, që ishte Albert Einstein. Albert Einstein bëhet si nga njerëzit me trurin më të përparuar, por ai edhe pse ishte një shkencëtar i madh, matematikan i madh, dhe akoma sot njerëzit pranojnë të gjithë zbulesat e tij shkencore, ai nuk e mohonte ekzistencën e një krijuesi, si pretendojnë këta shkencëtarët ateist. Shikoni çfarë thot Einsteini. Shkenca pa fenë është e çal, dhe feja pa shkencën është e verbër. Që do të thotë? Shkenca dhe feja që si them predikon një krijues,
ku nuk janë kundër me njëri tjetrin. E keqja është kur ato përplasen me njëri tjetrin nga gabimet njerëzore. Sepse shkenca pa fe në sheçal, pra ajo nuk e përmbush qëllimin e saj, sepse edhe pse zbulojnë fakte shkencore, por shkencëtarët nuk krijojnë, zbulojnë ato që ka krijuar dikush, dhe nëse ti mohon krijuesin e ligjeve të fizike, prandaj ti nuk je një shkencëtar i mirëfillt, por dhe feja, e cila adhuron një Zot dhe jep ligjin moral të një Zoti, mohon shkencën që është e krijuar ose atë që zbulon krijimin fizik të Zotit, edhe ajo është e verbër, siç ka ndodhur dhe gabime kur fetarët kanë dashur të kontrollojnë zbulesat shkencore dhe i kanë dënuar shkencëtarët, dhe ky është një krim kundër jo vetëm shkencës, por kundër vetë Zotit, kundër vetë krijuesit që ka bërë edhe ligjet e natyrës, por dhe ligjet morale. Por problemi i ateizmit nuk është mungesa e argumentit logjik shkencor, sepse njeriu me anë të shqisave dhe arsyes mund të kuptojë dhe të besojë ekzistencën e një krijuesi, ashtu si kanë besuar dhe kanë patur bindjen e tyre ateistët, njerëzit më të mëdhenj të shkencës. Për shembull, le të marrim të tjerë shkencëtar, me që këta thonë nuk kanë argumente shkencore. Astronomi gjerman Johann Kepler, i cili ka jetuar dhe na ka dhënë ato pojimet e tij shkencore, flasim në shekullin e 16. Ai zbuloi lëvizjen orbitare të planeteve, prandaj thotë: shikoni, meqense ne astronomët, jo astrologët, astronomët, jemi priftërit të Perëndis, më të lartë në lidhje me librin e natyrës, e kemi për detyrë që të mendohemi mirë, jo për lavdinë e mendjes sonë, por megjithshka për lavdinë e Perëndis. Pra, Johann Kepler, ky shkencëtar kaq i madh, që bëri një zbulim shumë madh që ne sot e pranojmë, se planetet nuk lëvizin në mënyrë rrethore, po orbitale, ai e pranon veten si priftërinë të Perëndisë së krijimit, të natyrës, ndryshe nga priftërinë të cilët adhurojnë dhe japin ligjin moral të Zotit. Pra, edhe shkencëtarët bëjnë detyrën duke shërbyer dhe duke zbuluar krijuesin nëpërmjet ligjeve të natyrës. Dhe duhet i japim lavdi Perëndis, krijuesit. Dhe kjo është më se logjike. Por le të flasim për një tjetër shkencëtar, matematikani dhe filozofi anglez Lord Isaac Newton, i cili ka jetuar dhe ka dhënë zbulesat e tij shkencore në shekullin e 17. Në veprat e tij madhështore në lidhje me matematikën, ka shkruar: pa asnjë dyshim, kjo botë mund të krijojë vetëm nga vullneti i lirë i Perëndis. Atëre, çfarë mund thonë këta shkencëtar në thonjza ateist, ose që thonë jemi ateist dhe s'kemi fakte shkencore? Çfarë mund thonë me këtë thënie të Isaac Newtonit? Do ta quajnë Isaac Newtonin si njeri të prapambetur? Do të dini se në kohën e ateizmit komunizmit, kur unë dhe kam studiuar në shkollë, si në shkollën 8 vjeçare, të mesme dhe të lartë, fatkeqësisht na mësoi vetëm një ide, se ne jemi, si them, rrjedhoj e evolucionit. Kemi ardhur nga majmuni dhe nuk ekziston një krijues. Por kur ne përballeshim me të tillë shkencëtar, të cilët kishin jetuar përpara nesh, dhe ne studioni ligjet e tyre shkencore, atëherë thuaj që filan Isaac Newtoni zbuloi këto ligje shkencore, por ishte me ide të kufizuara, pra ishte i prapambetur, ishte ignorant në lidhje me besimin në ekzistencën e një krijuesi. Pra ishte pak budalla, mësonim neve, këta lloj shkencëtarë që shpikën dhe zbuluan këto ligje të fizikës dhe të natyrës që i studiojmë dhe sot e kësaj dite, ishin pak budallënj. Kështu mësonim ne në kohën e ateizmit, komunizmit. Por le të flasim për një shkencëtar tjetër britanik, Johann Houghton, i cili ka jetuar dhe ka lëvruar ato, si them, zbulesat shkencore në vitin 1931. Thotë: masa, kompleksiteti, bukuria dhe rendi që vëre në univers janë shprehje e madhështisë, bukurisë dhe rregullsisë së krijuesit. Një tjetër. Atëre edhe këti do të themi sipas konceptit ateist, që është pak i met. Pra ka thënë disa gjëra të mira, por disa gjëra gjysmën e trurit e ka pasur në errësirë.
Por, le të vim tani te koncepti i të qenit ateist. Arsyeën e mosbesimit të një ateisti e shpjegon shumë bukur Apostull Pavli shumë shekuj përpara. Në një letër drejtuar romakëve të asaj kohe, pra flasim 2000 vjet përpara, dhe shikoj çfarë zbulon misterin e të qenit një ateist. Sepse çdo gjë që mund të di njeriu për Perëndin është e shfaqur tek ata, sepse Perëndia u shfaqi atyre, sepse që kurse u bë bota të padukshmet e tij, fuqia e tij e përjetshme dhe hynia, duke në qartë, duke marrë me mend me anë të atyre që janë bërë, kaq sa ata të mos kenë sesh të thonë, sepse ndonse e njohën Perëndin, nuk e lavdëruan si Perëndi, as nuk e falenderuan, por u bën të kot në mendimet e tyre dhe u errësua zemra e tyre e parsyeshme, duke thënë se janë të mëndshëm, u marrosën, na thot pra Apostull Pavli në drejtuar romakëve. Pra, Apostull Pavli e zbulon misterin e qenë ateist, jo se ai nuk beson në ekzistencën e një krijuesi. Ateistët gënjejnë kur thonë se ne nuk besojmë. Ateistët nuk duan të besojnë. Ateistët e din që kanë Perëndi, sepse çdo njeri që është normal në arsyetimin e tij, ai e di se ekziston një krijues, sepse logjika të çon te një krijues. Kur ti shikon veprën, logjika të çon te krijuesi i një vepre, ashtu si e shikojmë, si them rëndom për shembull në një galeri arti. Por kjo galeri e madhe arti që është kjo natyrë e madhe, ku ne shikojmë këtë univers, këtë tokë dhe gjithçka që është rreth saj dhe brenda saj dhe veten tonë, patjetër që mendja na çon te një krijues. Por këta vetë errësojnë mendjen e tyre dhe zemra e tyre e prishur nga egoizmi, nga lakmia, nga krenaria dhe nga pasionet e ulta shtazore, ata u marrosën. Pra, thanë nuk ekziston krijuesi. Është sikur thot një njeri që unë kam ardhur i vetëm në këtë botë dhe nuk ekzistojnë prindrit e mi. Por të njëjtën gjë ka thënë edhe psalmiti David, shumë përpara se e ka thënë Apostull Pavli. Davidi ka jetuar 1000 vjet para Krishtit. Tha, i çmenduri në zemrën e vet nuk ka Perëndi. Dëshimi një ateisti në kohën e Davidit, 1000 vjet para Krishtit tham, është se ateisti atëre e mbante në zemër dhe nuk guxonte të shprehte marrëzinë e ateizmit të tij, që domethënë Perëndia nuk ekziston. Kurse sot ateistët e ndriçuarit, të mbushur me egoizëm eusforik, e shprehen hapur me zë të lartë marrëzinë e ateizmit, dhe keqja është se turma e marrosur i duartrokasin, madje vendosin në krye, i marrin për të dhënë mendim, për të dhënë orientim këta lloj njerëzit që pretendojnë se janë ateist. Po pse kërkon ateisti të marroset, të jetë i çmendur në arsyetimin e tij se nuk ekziston Perëndia? Arsyeja është se ateisti ka një problem të madh, jo me logjikën e tij, jo me paaftësinë e tij për të menduar dhe zbuluar sipas logjikës dhe sipas veprës ekziston një krijuesi. Por ateisti ka një problem të madh moral dhe etik. Zoti si qenie hyjnore është një person moral, me ligje dhe standarde morale. Këto standarde morale janë urdhëruar njeriu të krijuar sipas ikonës Perëndis që t'i zbatojë. Për shembull, mos vrit, mos bëj tradhti bashkëtorë, mos kurvëro, mos vidh, mos gënje, mos lakmo. Janë të dekalogu. Por këto ligje, përveç se janë të shkruar me gishtin e Perëndis dhe janë sot në Bibël dhe u than populli Izraelit dhe sot i ka populli i krishterë, këto ligje janë të shkruara jo vetëm në librin e Zotit, por dhe në subkonsciencën e çdo qenie njerëzore, pavarësisht kulturës ose dijes që ka sipas parimit natyror të çdo qenie njerëzore. Mos i bëj tjetrit atë që s'duan të ta bëj ty. Pra çdo njeri e di që të vjedhësh, të gënjesh, të vrasësh, të kurvërosh, të bësh diçka tjetër të keqe tjetrit, është e gabuar, sepse ligji natyror thot mos i bëj tjetër atë që s'duan të ta bëjnë ty. Pra kur ti bën tjetër një gjë që s'duan të ta bëjnë ty, ti ke dalë jashtë rregullit. Por ajo që dallon njerëzit nga kafshët është arsyeja dhe liria e zgjedhjes. Domethënë, ti zbatojmë apo ti kundërshtojmë ligjet morale. Zoti e krijoi njeriu ndryshe nga kafshët. Sipas
teologjisë Zoti e krijoi njeriu sipas ikonës së Perëndis. Do me thënë i dha liri dhe arsye për të menduar, por siç thash, edhe liri për të zgjedhur, ose ti bindet Perëndis, ose ta mohoj ekzistencën e një Perëndie. Dhe duhet dini se kjo është një parim i veçantë ose një dhuntie e veçantë që Zoti i dha njeriu, sepse e bëri sipas ikonës së tij. Kështu që njerëzit kanë liri edhe të sfidojnë Zotin. Mund themi kur Zoti krijoi njeriu në një farë mënyrë rrezikoi, sepse ndryshe nga fuqirat angjëllore që ai kishte krijuar përpara nesh ose fuqirat mendore, të cilat mund të qëndrojnë besnik dhe të rebelonin, por nuk e mohonin ekzistencën e krijuesi, njeriu ka liri për të mohuar dhe ekzistencën e krijuesi, për të thënë që krijuesi nuk ekziston. Këtë nuk e thon as demonët, po këtë e thon njerëzit ateistët. Pra, liria e zgjedhjes e tregon njeriu sa mallështor ka kur ai e përdor siç duhet lirin, duke u bindur Perëndis, sa njeriu bëhet i ngjashëm me Perëndin, bëhet Perëndi sipas lirit, aq dhe ul veten në një nivel më poshtë se kafshët që s'kan logjik, madje më poshtë se demonët, të cilët nuk e mohojnë ekzistencën e krijuesit të tyre pavarësisht se i rin kundër me në kryetarin e tyre Osforin. Pra, ateisti bëhet një qenie egocentrike dhe qesharake, duke bërë veten Zot në thonjza, më pas duke formuluar ide të tija mbi krijimin bashkë me ligje standarde të tjera morale, por që nuk janë morale, janë shturje, dhe kështu që historia njerëzore i ka treguar që të gjitha këto idera, por të gjitha këto standarde janë absurde, tragjike, perversione, njëkohësisht ashtu siç ka thënë dhe apostulli Pavli. Dhe vazhdon, e shndruan lavdinë e Perëndis të kalpshëm, të pakalpshëm, më falni, edhe një herë. Dhe ashtu siç edhe një herë. Dhe ashtu siç na thot apostulli Pavli, përsëri te letra drejtuar Romakëve. Dhe e shndruan lavdinë e Perëndis së pakalpshëm, në një shëmbullim të ngjashëm me atë njeriu të kalpshëm, të shpendëve, të kafshëve, të katërkëngshëve dhe rrëshqanorëve. Prandaj Perëndia e dorëzoi papastërtisë në epshet e zemrave të tyre, për të shndëruar trupat e tyre në mes vetes së tyre, që ndryshuan të vërtetën e Perëndisë në gënjeshtër dhe adhuruan dhe i shërbuan krijesës në vend të krijuesit që është i bekuar për jetë. Amin. Vazhdon. Prandaj Perëndia i dorëzoi ata në pasione të ulta, sepse edhe gratë e tyre shndruan marrëdhënie natyrore me atë që është kundër natyrës. Në të njëjtën mënyrë burrat, duke lënë marrëdhëniet e natyrshme me gruan, u ndezën në epshin e tyre për njëri tjetrin, duke kryer aktet pandeshme burra me burra, duke marrë në vetvete shpagimin e dur për gabimin e tyre. Dhe meqense nuk e quajtën me vend të njëjtin Perëndin, Perëndia i dorëzoi në një mendje të çoroditur për të bërë gjërat pahishme, duke qenë të mbushur plot me çdo padrejti, kurvërim, mbrapshtësi, lakmi, ligësi, plot smir, vrasje, grindje, mashtrim, poshtërsi, mashtrues, shpifës, armiq të Perëndis, fyes, krenar, burravec, trillues, ligësisht, të pabindur ndaj prindërve, të paarsyeshëm, të pabes, pa dashuri të natyrshme, të papajtueshëm, të pamëshirshëm. Por ata, ndonse ka njohur dekretin e Perëndis sipas cilit ata që bëjnë gjëra të tilla meritojnë vdekjen, jo vetëm i bëjnë, por i miratojnë dhe ata që i kryejnë. Do thot apostulli Pavli, ku të çon ateizmi, do me thënë të mohosh ekzistencën e një krijuesi dhe të bësh njeriu në Zot, kafshët dhe gjallësën t'i japësh kuptime dhe mitizime hynore, dhe kjo të çon në shturje dhe në perversion. Prandaj, nëse brezi i sotëm është një brez i shturur në perversion dhe kërkojnë që perversionet gjendje denatyrale ta bëjnë ligj, kjo tregon se ateizmi polli këtë çfarë neve sot e shikojmë. Pra, një brez i pabez dhe i moral deri në perversion, që nuk është gjë e re, është një kurb e cila u shfaq përsëri, ku njerëzit mohuan ekzistencën e një krijuesi, shpëtimtarin e tyre, që është Jesu Krishti, dhe ligjet morale dhe kundërshtuan besimin e krishterë dhe kishën dhe fen e krishterë. Dhe kjo është arsyeja që sot në Evropë po lëvrojnë lëvizjet ateiste,
por infektojnë edhe në vendin tonë. Ateisti që thot nuk e besoj ekzistencën e Zotit, nuk është se nuk beson, sepse njeriu është një qenie fetare, siç është thënë, dhe siç ka thënë dhe Voltaire, nëse Zoti nuk ekzistonte, ne do ta krijonim atë. Por ateisti është ai që e kalcifikon egon e tij, eusorike, dhe i skllavëruar në pasione mëkatare. Nga njëra anë nuk do të pranoj Zotin mbi veten, sepse është egoist, sepse do të bëj çfarë të dëshirojë vetë dhe kjo e bën atë dhe kundërshtar të mendimit se ekziston një krijues, por ashtu ateisti nga që është i çturur në pasionet e tij dhe nuk i ndalon dot pasionet e tij edhe denatyrore, atëherë ai patjetër do mohoj ekzistencën e një krijuesi që është moral dhe thot mos. Shikoni çfarë thot ateisti Friedrich Nietzsche, i cili përfundoi me vetvrasje. Avantazhi i kohës sonë është se asgjë nuk është e vërtetë, kështu gjithçka më lejohet. Pra, një njeri i cili do të bëj sipas kokës së tij, në egon e tij dhe në pasionet e tij, patjetër që ai do të largojë nga skena e mendjes së tij, e shoqërisë, do të largojë ekzistencën e një krijuesi, që vetëm është krijues, por është edhe gjykues. Prandaj ateisti i bën një lavazh trurit të vet, bën një autosugjestion trurit të vet e thot nuk ka perëndi. Derisa nuk ka perëndi, nuk ka ligj, dhe nuk ka moral dhe unë do bëj atë çfarë dua vet, atë çfarë ndjej, atë çfarë thon instinktet e mia. Por ateisti do t'i shmangë dhe zërit të ndërgjegjes, që është zëri i Zotit i mbjellur te secili për nesh, që paralajmëron gjykimin e drejtë të Zotit për çdo apostazi, blasfemi, mosbindje, shkelje ligjore dhe degenerim moral, që e kemi brenda të gjithë ne. Në këtë situatë kontradiktore, ateisti bën me sforco, siç thash, një autosuggestion psikologjik dhe i thot vetes se nuk ka perëndi. Kështu me mendje të vet, të hipnotizuar, beson nga vetvetja se gjithçka rreth tij është rastësi. Dhe kur përballet me idenë natyrale të krijuesit dhe gjykatësit hyjnor, nga vet arsyetimi i kthjellët ose nga diçka jashtë tij, ai përsëri nga egoja, frika, sforcohet dhe rifutet në gjendjen e autosuggestionit ateist, që një rreth vicioz që vështirë se mund të dali vet. Por ta përligjur këtë realitet virtual në mendjen e tij, ai shpik me sforco teori që mohojnë krijimin nga një perëndi trashëdent dhe imanent, si shkakun e gjithçkaje të krijuar dhe ja atribon krijimin kombinimit të rastishëm, për shembull, siç thash, teoria e evolucionit ose Big Bangu dhe të tjera. Jo vetëm që kërkon të imponohet për teoritë e tij utopike, por kur argumenti i tij shteron, duke keq përdorur lirinë dhe pushtetin shekullar, tregohet kundërshtar arrogant dhe i dhunshëm ndaj njerëzve dhe institucioneve fetare që mësojnë me argumenta, me fakte logjike krijimin nga një krijues. Dhe le ta ilustrojmë më thjesht kakun e mosbesimit të një ateisti që nuk vjen nga dia, por nga bota e tij e brendshme morale. Njëherë një misionar u fliste disa fisëve të egra për ngjalljen e të vdekurve dhe për gjykimin e arsh. Të gjithë e dëgjuan të mrekulluar. Kryetari i tyre u çudit aq shumë sa filloi të pyeste. Ato të ngjallen të gjithë? Misionari u përgjigj: "Po." Atëre njeriu i egër thot: "Këtë nuk dua ta besoj, sepse po të ngjallen të gjithë ata që kam therrur, mirë unë ku do të futem." Pra, shikoni se kur njeriu përballet me vrasjen e ndërgjegjes të ligjit moral të Zotit, kur ai nuk do ta përballojë këtë me pendim dhe me korrigjim, atëre ai thot Perëndia nuk ekziston. Jo vetëm në këtë rast, por kemi edhe shumë raste të tjera edhe në si them në vepra të shkrimtarëve, për shembull të vëllezrit Karamazov, të Dostojevski, na flitet shumë qartë aty për një rast ku njëri kishte bërë një krim dhe ai për ta justifikuar krimin thoshte Perëndia nuk ekziston. Derisa Perëndia nuk ekziston, atëherë nuk ka gjykim dhe unë jam i qetë. Dhe kështu u justifikuan dhe krimet në kohën e ateizmit, komunizmit, në ato vende ku ateizmi jo vetëm ishte ide, por ishte edhe pushtet, dhe ishte një pushtet i imponuar, siç ishte në vendet e lindjes, po siç edhe në vendin tonë në Shqipëri, ku pa argumenta, thjesht me arrogancë
me dhunë hoqi iden ekzistencës e një krijuesi dhe të besimit dhe ushtrimit të fesë ndaj këtij krijuesi edhe me viktima. Ateisti pavarësisht se i thot vetes nuk ka perëndi, sepse do t'i shpëtojë ndërgjegjes ose përballjes me perëndin përsëri një ditë, ai do të përballet për të gjykuar para Zotit Isu Krishtit, birit të Perëndisë, ashtu siç na thuhet në Bibël. Prandaj dhe Perëndia e lartësoi madhërisht dhe i dha një emër që është përmbi çdo emër, që në emër të Jesuit të përkulej çdo gjuhë e krijesave ose gjërave qellore, toksore dhe nëntoksore dhe çdo gjuhë të rrëfej se Jesu Krishti është Zot, për lavdit të Perëndisë. Atë e kemi te letra e Apostullit Pavlit drejtuar Filipianëve. Atë ditë do gjykohen të gjithë mëkatarët e papenduar, ndërta dhe ateistët, dhe do të përfundojnë bashkë me djallin dhe demonët në ferr. Ateistët, edhe pse nuk kanë mëkate të tjera, pra mund të kenë jetuar njerëz me shumë virtute ose duke zbatuar ligjet morale, por me pabesinë e tyre ata kanë bërë mëkatin më të madh, pra kanë mohuar ekzistencën e krijuesit. Kështu ata bëjnë më të këqij, siç thash, edhe se djalli, sepse djalli nuk e mohon ekzistencën e Zotit. Shikoni ç'na thuhet tek letra e Apostullit Jakovit. Edhe demonët besojnë edhe dridhen, kurse ateisti me ateizmin kërkon të sfidojë Zotin, krijuesin që është i bekuar për jetë. Amin. Prandaj, ateisti meriton një vend dënimi më të frikshëm në ferr dhe sa ai i djallit dhe i demonëve, për cilët është bërë gati. Ateistët, nëse nuk pendohen dhe të vinë vete që të besojnë dhe adhurojnë Perëndin, kanë vendin e sigurt në ferr, ashtu si na thuhet tek zbulesa. Dhe të pabesët, pjesa e tyre do të jenë në liçenin që digjet me zjarr të squfur, që është vdekja e dytë. Ajo që duhet bëj sa më shpejt një ateist është ai që dorë nga marrëzia dhe autosugjestioni i tij, të përulet në mendje dhe pranoj se është njeri, krijesë e vdekshme dhe mëkatare që ka nevojë për falje dhe shpëtim nga Krijuesi, nga Perëndia, që nuk kënaqet Perëndia me vdekjen mëkatare, po do të kthehet e të jetojë, na thot profeti Ezekiel. Ateisti duhet vinë në vete sa nuk është tepër vonë për korrigjim, sepse edhe mëkati ka një masë dhe durimi i Perëndisë ka një kufi, ashtu si ndodhi dhe me shumë ateist që në fund ata mohuan Zotin, por pastaj kur ju afrua vdekja si ndëshkim paraprak, nuk arritën dot të pendohen me të vërtetë, por vetëm u mbushën me ankth dhe tmerr për gjykimin e drejtë të Perëndisë dhe mundimet e përjetshme të ferrit që e prisin. Le të japim një shembull për filozofin ateist Voltaire, i cili u bë një, si them, pararoj e ateizmit pas revolucionit francez në Francë, dhe ku aty nisi gjithë kjo frymë rebele kundër Perëndisë, pastaj u përhap në gjithë Evropën siç e kemi edhe sot e kësaj dite. Dhe Voltaire është një ndër avangardët e kësaj lëvizje ateiste. Por ai ndjeu goditje në tru dhe kuptoi se po i afrohej vdekja. U mbyt me pendim. Ai thirr me një herë priftin që të pajtohet me kishën, që ai shumë e kishte luftuar dhe e përqeshur. Pasuesit e tij ateist u turën në dhomën e tij për ta parandaluar kthimin e tij, sepse do ishte humbja e tyre. Ai i mallkoi dhe ndërsa dëshpërimi i tij rritej nga prania e tyre, ai në mënyrë të përsëritur dhe me zë të lartë thariste: "Më lini, jeni ju që më sollët në këtë situatë, zhdukuni, çfarë lavdie të mjerueshme keni krijuar për mua." Për 2 muaj, ai u torturua me një ankth të tillë sa që herë shtrëngonte dhëmbët me një zemërim të padurueshëm kundër Zotit dhe njerëzve. Herë të tjera me tone krenare ai thoshte: "O Krisht, o Zot, Isu." Herë të tjera, duke kthyer fytyrën dhe duke qarë, ai thriste: "Unë duhet të vdes, unë jam braktisur nga Zoti dhe nga njerëzit, unë do të shkoj në ferr." Ndërsa fundi i tij po afroi, gjendja e tij u bë kaq e rëndë sa bashkëpunëtorët e tij ateist kishin frikë t'i afroheshin. Edhe infermiera e Voltairit deklaroi: "Për gjithë pasurinë e Evropës, unë kur nuk dua të shoh një tjetër ateist duke vdekur në këtë mënyrë. Ishte një skenë horrori përtej çdo imagjinate", e përshkruan pra shërbësja dhe infermieria e tij. Kështu vdiq në mënyrë të mjerueshme Voltaire, ky si them i pari i lëvizjes moderne në thonjza të ateizmit, që pasohet edhe sot e kësaj dite. Kështu që të dashur të krishterë, kujdes nga ateizmi.
Çdo mëkat që mund të bëjë njeriu, Perëndia e fal. Ku njeriu i kërkon ndihmë Perëndis. Dhe ne dimë që i pari që hyri në parajs nuk ishte njeri i virtueshëm, ishte një kriminal i cili pranoi hyjninë e Krishtit, pranoi veprën shpëtimtare të Krishtit dhe i tha kujto mo Zot në mbretërinë tënde. Dhe Zoti i tha sot me mua do jesh në parajs. Po, ti jesh ateist, të thuash nuk ekziston Zoti. Si mund të ndihmoj Zoti? Dhe nuk është se Zoti dënon, njeriu dënon veten e vet. Prandaj ateizmi është një sëmundje mendore, është një autosuggestion, është më keq se një demonizim dhe është një fatkeqësi shumë e madhe për ata që i ka zënë kjo epidemi dhe për ata të cilët edhe mburren me këtë, sepse jo vetëm dënojnë veten e tyre, po bëjnë shkak që të dënojnë edhe të tjerët nëpërmjet atyre. Shikoni, Krishti na thot pema njihet nga kokrat, nga frutat. Shikoni një ateist, çfarë frutash ka? Kur një ateist që është vërtet ateist, kur nuk është një njeri i virtueshëm, i moralshëm, kur nuk është një njeri i cili ka vepruar drejt në jetën e tij. Por është njeri egoist, krenar, një njeri me shumë pasione, me shumë deviacione, të cilat ai kërkon të justifikojë, thjesht janë instikte, ose thjesht unë jam Zoti i jetës time dhe mund të bëj çfarë të dua ndaj vetes, ndaj të tjerëve, ndaj shoqërisë dhe ndaj krimit. Ky është ateisti. Prandaj, Zoti pas mëshirë për ateistët, t'ia ndriçojë mendjen dhe të bëjnë pranojnë ekzistencën e një krijuesi i saj në këtë jetë dhe ne na ruaj nga kjo sëmundje e ateistëve që fatkeqësisht shfaqen si njerëzit e ndriçuar, njerëzit e kohës së re, që nuk janë të kohës së re, janë të kohës së vjetër, që janë njerëzit më të errësuar që mund të ekzistojnë. Të dashur të krishterë, mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por takuar në takimin tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.